Ditët e fundit ka qarkulluar në mediat e huaja lajmi se gjigantët e Celticut interesohen për sulmuesin me origjinë shqiptare Lorent Tolaj, i cili po zhvillon një sezon fantastik me skuadrën angleze të Plymouth. Sulmuesi 24 vjeçar është një nga golshënuesit më të mirë të Ligue 1 këtë sezon, pasi u transferua te Plymouth nga Port Vale gjatë verës. Tolaj është produkt i Akademisë së Brightonit për pjesën më të madhe të karrierës së ka kaluar në futbollin anglez të niveleve më të ulta, duke luajtur edhe për Cambridge United dhe Salford City. Megjithatë, sipas Daily Record, Tolaj nuk është i disponueshëm për një transferim në janar dhe është jashtë tregut të paktën deri në verë. Arsyeja lidhet me rregullat e pranueshmërisë së lojtarëve, pasi ai ka bërë tashmë paraqitje për Port Vale këtë sezon, përpara se të transferohej te Plymouth në fund të afatit veror. Kjo do të thotë se Tolaj nuk mund të aktivizohet për 3 klube të ndryshme brenda të njëjtit sezon, duke e bërë të pamundur një lëvizje në janar. Në 19 ndeshje në kampionat me fanellën e Plymouth, sulmuesi 24 vjeçar ka shënuar 11 gola, si dhe ka dhuruar 4 asist.